Binance kanë funksionuar disa portofole dhe prej aty ti kalon në një llogarinë bankare të këtij exchange dhe të shfaqen në aplikacionin në portofolin tënd digital. Dhe prej aty ti mund të bësh pagesa, investime, pra investon në një monedhë që mendon që do ngrihet dhe pastaj e shet kur mendon që ke arritur potencialin maksimal. Përgjithësia për mbi këto transaksione është e jotja. E rëndësishme është që ato para që ti ke në portofol të arrin të kthehen mbrapsht kundrejt komisioneve. Dhe ti mund t'i kthesh pastaj në bankat shqiptare aktualisht. Por edhe vetë bankat kanë qenë frenuese që të bëhet. Në momentin që ka një rregullim, nuk ka pse as bankat të ndalojnë apo të frenojnë për këtë gjë. Secili mund ta fillojë ose si aventurë ose si investim dhe mund të përfundojnë në të kundërtën. E rëndësishme është që duhet marrim elementet e sigurisë, pra nuk duhet lejojmë dikë tjetër të futet te kompjuteri jonë, në fund ajo është banka jonë. Nuk mund t'i japësh patjetër elementet, kodet e portofolit tënd digital dikujt. Në njëjtën mënyrë ti sjell dikujt kartën e kreditit dhe poja dhe pastaj është problematika jote. Pra duhet jemi të sigurt dhe duhet i kontrollojmë 3-4 herë ku po i transferojmë ato, sepse vetëm një gërm ndryshon numrin e llogarisë së dërguesit me Marsit. Nga pikpamja sigurisë, ai dërgon mesazh, dërgon email, ti e konfirmon, thotë je i sigurt, a je i sigurt, a je i sigurt, janë elementë që duhet i kontrollosh. Duhet të jemi shumë të rezervuar dhe të kujdesshëm kur dërgojmë para apo nëse ti lejon që dikush të hyjë në kompjuterin tënd dhe ti japësh aksesin përmes aplikacioneve AnyDesk, TeamViewer, UltraViewer etj.